Gjatë sezonit turistik të këtij viti në Vlorë nuk ka pasur ngjarje të rënda kriminale apo aksidente me pasojë vdekje. Shefi i Komisariatit të Policisë së Vlorës Elvis Peza, teksa raporton punën dhe planin e masave, evidenton edhe disa problematika që lidhen me mungesën e sinjalistikës nga pushteti vendor, konfliktet mes pronarëve të hoteleve për stacionet e plazheve, si dhe vështirësitë që as policia në akomodimin dhe trajtimin ushqimor të punonjësve shtesë që vinë nga rrethet. Ka pasur ngjarje të rënda kriminale përgjatë sezonit turistik, si dhe aksidente rrugore me pasoja të rënda. Gjithashtu gjatë sezonit kemi pasur edhe 3 raste të mbytjes në det. Problematika që janë konstatuar gjatë këtij sezoni, shqetësim ngelet për pjesën tonë, akomodimi me fjeti dhe ushqimi punonjësve të cilët vinë nga rrethet tjera që planifikohen me shërbim në qarkun e Vlorë, pasi dihet që në atë pikun e sezonit çmimet dhe hotelerit janë të shtrenjta dhe nuk përballohen nga punonjësit e policisë. Problem evidentohet mosvendosje nga njësitë vendore tabelave informuese në rrugët kryesore hyrëse dalëse në qytet, të numrave të telefonit për sa i përket policisë, ambulancës, spitalit e të tjera me radhë. Marrja e masave në kohë para fillimit sezonit veror për infrastrukturën rrugore dhe vendosjen e sinjalistikës dalluese në këto akse rrugore dhe në kthesat dominante. Gjithashtu problem që përmendi më lart edhe zotëria është dhe lidhja e kontratave që i takon Agjencisë Bregdetit me pjesën e hotelerive për sa i takon plazheve, sepse kemi pas raste ka ndodhur ato konfliktet midis palëve kujt i takon, domethënë pjesa e plazhit. Kështu që duhet merret masa dhe duhet njoftohen subjektet para se të fillojë sezoni turistik. Drejtori i Drejtorisë Rajonale të Tatimeve në Vlorë, Arbëri Ahmet Bejasi, theksoi se është duke u punuar për planin tatimor, një plan ky i ri, ndërsa tha se bashkëpunim me bizneset, operatorët e tjerë, por edhe institucionet do të jetë në nivele të larta. Është duke u punuar me një plan të ri specifikisht, do vihet gjatë muajit janar shkurt për të gjithë Bregdetin aktualisht. Edhe besoj se do kemi bashkëpunim shumë të mirë si me biznesin, si edhe me operatorët e tjerë. Drejtuesja e operatorit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor në Vlorë, Olta Ganaj, foli për qendrat verore, të cilat sipas saj kanë patur një fluks të shtuar të turistëve vendase të huaj, të cilët kanë marrë shërbime në to. Të gjitha qendrat verore kanë patur autoambulancat në dispozicion dhe pjesa tjetër e gjithë infrastrukturës, qoftë njerëzore, qoftë pjesa e godinave dhe pjesa e mjekimeve, medikamenteve, kanë qenë në kohën e duhur dhe nuk ka patur mungesa të përcaktuara, madje mund të them që ka patur rritje të shtimit të individëve, turistëve, shqiptarëve të huaj, të cilët kanë marrë këto lloj shërbimesh në qendrat tona shëndetësore. Problematikë vetëm mund të na lindi për vitin 2026 për qendrën shëndetësore të Drimathesit, pasi na duhet të gjejmë një ambient të ri. Këto janë bërë të gjitha evidentimet dhe raportimet qoftë në drejtorinë qendrore, pranë prefektit dhe në ministri për të gjetur një ambient më të përshtatshëm dhe ndërkohë do komunikojmë dhe me Bashkinë Himar për një gjetje të një ambienti. Problematika në infrastrukturë në këto qendra nuk kemi patur, pasi kanë qenë dhe qendra të marra me qira, ku qira dhënësi e ka vendosur në dispozicion me infrastrukturë të mbuluar, kështu që gjatë gjithë këtij viti vlen të theksohet për pjesën e një analize nga 2024 në 2025 që kemi një shtim të fluksit të vizitave plus 29.5% nga shtetas shqiptar kryesisht. Kemi rënje në ndërhyrjet mjekësore që lidhet me menaxhim më efikas në qendrat tona shëndetësore verore nga stafi i cili ka qenë i plotësuar nga momenti i hapjes së këtyre qendrave deri në datën 30 shtator. Drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Vlorë, Endri Hyseni, tha se pezullimi i përkohshëm i aktivitetit dhe inspektimeve nga Ministria e Linjës ka sjellë problematika gjatë sezonit turistik, ndërsa aktualisht po priten udhëzimet e reja në kuadër të ligjit të ri. Ka ardhur një pezullim aktiviteti i përkohshëm për sa i përket inspektimeve të programuara nga Ministria e Linjës, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, e cila ka ndikuar në mos bërjen e gjitha atyre inspektimeve të programuara në fillim të vitit dhe në bazë të riskut edhe në bazë të periudhës së aktivitetit
për gjatë sezonit turistik. Deri në datën 3 korrik, në datë me cilin jemi njohur me këtë urdhër, është ushtruar aktiviteti i inspektimeve rutinore të përcaktuara në planin vjetor të inspektimeve në bazë të riskut dhe në bazë të hapësirës kohore të veprimtarisë që përkon edhe me sezonin turistik në normalitet. Pastaj në vijim janë bërë vetëm inspektime të operatorëve të biznesit që përbëjnë risk të lartë. Gjithashtu gjatë kësaj kohe, domethënë përveç se është pezulluar inspektimi rutinor, siç e thash, i planifikuar, janë marrë gjitha masat për sa i përket sigurisë ushqimore. Të gjithë plani i riskut i miratuar për mostrimin e produkteve ushqimore në treg është realizuar 100%, gjithashtu edhe i kontrollit të bimëve. Të dyja pikat kufitare në qarkun e Vlorës, pika e inspektimit kufitar në Qafbot dhe pika e inspektimit kufitar në portin e Vlorës, ka vijuar punën normalisht dhe janë kryer gjitha ato procedurat të cilat i ngarkon ligji dyja pikat kufitare. Për pjesën e paketës në shkolla, përpara fillimit të sezonit shkollor, për gjatë fillimit dhe ditëve në vijim, janë kryer gjitha inspektimet të planifikuara për sa i përket dhe paketës në shkolla dhe aktualisht jemi duke pritur një kuadër të ri ligjor për vitin 2026, gjithashtu dhe planin e inspektimeve për vitin 2026 që do të nisi në janar në vitin që vjen. Për Agjencinë Rajonale të Zonave të Mbrojtura, një nga problemet e vënë re në sezonin turistik të këtij viti lidhet me shpellën e Axhialis. Sipas drejtuesit të këtij institucioni, ka abuzime nga operatorët turistik që kryejnë itinerare në këtë shpellë me anije turistike dhe skafe. Është më tepër një çështje sensibilizimi që gjithë operatorët me skafe që shkojnë në shpellën e Axhialis nuk kam se të abuzojnë, të hyjnë në shpellë, të ngrënë muzikën. Ne kemi pas të koordinim dhe me policinë kufitare, kemi bërë monitorim të vazhdueshëm, këshillim, po nuk mund të bëjmë skena në mes sezonit turistik, ne të vendosim gjoba në qinda anije sa kalojnë ose skafe që hyjnë dhe dalin në shpellë. Kjo është më tepër një çështje që duhet ta diskutojmë të tavolinë. Nuk kam se hyjnë skafet në shpellën e Axhialis të bëjnë skena, të notojnë, patjetër ne do bëjmë punën tonë, do marrim masat tona, kemi vendosur tabela sinjalizuese, por do kërkoj edhe nga operatorët turistik një mirëkuptim që të mos abuzohej në mes sezonit. Ne nuk kemi dashje në pikun e fluksit muaj ngushtë, bëjmë skena jo të këndshme për turista dhe nuk kemi vepruar, jemi marrë vetëm me pjesën sensibilizuese.